Njerëz, internetsa, YouTube-sa dhe sidomos mos harroni ju që jeni shikues të A1 Report. Sot është ditë e diel, është një ditë që presupozohej që si e diel të ishte e bukur, por e bukur nuk është. Megjithatë të bukur e bëjmë vetë, apo jo, ja, hapim kasetofonin, dëgjojmë muzikë dhe nisemi ndoshta për të ngrënë një drek apo për të kaluar një të diel të bukur. Mirë po, Tirana dhe Shqipëria ofron kaq shumë strese pa pritur rrugës që nuk i presim, aq sa kuptojmë që një ditë që pretendojmë e diele që e kemi më të shenjtën në botë, të na nxihet. Në këtë kontekst ne nuk duhet të humbim shpresat, sepse duhet të jemi optimist, sepse është një ditë e diel. Një ditë e diel që sepse ishte i nxirr qielli si atje, ja do na e tregoj kamera tani neve. Diku ka çar rrezja e diellit, ato rrete egra të zeza dhe na jep atë frymëzimin që më mirë do bëhet. Por si do të bëhet më mirë? Për këtë kam dalur unë të bëj një shëtitje. Jam duke shkuar drejt rrugës së Kavajës, në një nga vendet që janë më in në Tiranë, sepse rruga Kavajës është mesi i Tiranës, ose mesi i Tiranës, siç kanë qejf ta quajnë tiranësat. Ecim, mbrim te rruga Kavajës, pastaj do t'ju tregoj vazhdimin. Ata që sapo kaluan se ishin dy komsorët e parë që nuk respektuan as semaforin, as vizat e bardha, po kjo është bërë tani më se normale në rrugët e Tiranës. Sapo u futëm në rrugën e Kavajës dhe do të mbërrim pikërisht tek Kisha Katolike, që është, le të themi, zemra e rrugës së Kavajës në Tiranë. Si nga njëri krah dhe nga krahu tjetër i Kishës Katolike janë dy rrugica tipike tiranase dhe tironësish. Dikur ka qenë me shtëpi të vogla, të ulta, ku banonin tironësa dhe tiranasa. Tiranasa dhe tironësa banonin. Ajo që të bën përshtypje sot është se ka shumë ndërtime, nuk ekzistojnë më ato shtëpi të ulta, ka pallate shumë katëshe, si dhe në çdo vend të tjetër të Tiranës, apo jo? Kjo është rrugica më karakteristike e Tiranës që në një ditë të diel i bën ata që shesin fruta perime që të shesin më pak dhe sidomos të largohen më shpejt. O zonja, të bëj një pyetje kështu për televizionin? Ja, nuk të pengojnë makina aty që rri aty buz rrugës? Hëtë non, hëtë të që dolu. Ta shi dole, a? Mirë. O quni, a të bëj një pyetje? Ja. Si? Të punojmë edhe ne. Të punoni, problemi është, a ju bezdizin makinat? Mirë, fruta perime shitësi, sa po tha të punojmë dhe ne një qik, edhe me të vërtet kanë të drejtë të punojnë edhe ata. Çështja është ku të kalojnë njerëzit. Është e pamundur të lëvizësh në këtë rrugë të Tiranës. Dhe pavarësisht se dita ime deshi të niste, kjo dita diele imja, deshi të niste e qetë, fillon të shkatrohesh nga sistemi njerëzor. Në fillim me këtë zonjën që ngre me të drejtë arkat. Pastaj me shumë të tjerë të cilët janë kalimtarë, janë duke shkuar në shtëpitë e tyre. Shikojni pak të vajzën dhe trotuarin që i ofrohet asaj.
Shikoni ku është parkuar makina në pamundësi. Është vendosur nga bashkia një, le të themi, një parking i mundshëm, por krijon shumë vështirësi që të kaloj makina. Imagjinoni pak njeriu. Pyetja ime për të gjithë juve që jeni duke më ndjekur është: kush e ka fajin? Kjo vajza apo unë në këto momente? Kam përshtypjen që nuk ka faj as vajza dhe as unë. Me qenë se rruga është plotësisht e ngushtë, përpara kësaj makine që jeni duke parë, është një tjetër që po shkarkon. Kështu që radha fillon dhe bëhet shumë e gjatë, sepse nuk ka mundësi që makina të ndalojë në krah të rrugës për të kryer shërbimet e veta. Do thoni ju dhe me të drejtë, Dasara, mos je duke pretenduar pak si tepër, ky është problemi në shqiptarëve, neve kënaqemi me pak dhe pretendojmë se ajo që na takon është pretendimi i madh për neve. O çuni, kush e ka fajin, ti apo unë? Ti. Unë e kam fajin? E ka fajin shteti që s'ka vënë trotuar. Si mendon? Tu banon ti? Unë zbanoj këtu, jam kalimtar dhe Më tregon që kush e ka fajin? duhet zbatohet rregulloria. Makina në krah, duhet ta zbatojë rregullorin shteti. Faleminderit, shteti e pas ka fajin. Shikoni pak sa bukur ka parkuar kjo makina mbi trotuar, kështu që njeriu e ka të pamundur, si dhe këta të moshuarit këtu, që të ecin trotuar. Çështja është që me të drejtë kur ke punë, nxitim, jo në një ditë të diel, si kjo imja që dhe një ditë e diel fillon edhe të shkatron sistemi nervor, por edhe imagjinoni pak, jo ditët e diela, por ato ditë të javës, kur kemi punë, nxitojmë dhe jemi të detyruar që të presim këtë çift të moshuarish që me të drejtë nuk kanë se ku të ecin, kështu që pengojnë ata që kanë punë me makinë në këto momente. Tani shikoni pak mbrapa, se si dhe zotëria që është mbrapa, po tregohet i paduruar duke i rënë makinës, duke i rënë burisë së makinës. Zbohen, a? Edhe unë e kam fajin se zbohen dy punë, unë po përpiqem të bëj disa punë, por për të informuar opinionin publik. Zotëri, këtu banoni ju? A është e vështirë këtu të ecni se nuk ka trotuar? Po normal që është e vështirë, po çfarë do bëjmë tash? Kush e ka fajin? Makina? Do me thënë unë që jam shofer apo ju që jeni këmësor në këtë moment? Kush e ka fajin, tash i faj, ka me të jetim gjithmonë. Se vetëm shtetit s'duam t'ja vëm fajne. Faleminderit. Gjithë të mirat. Gjithë të mirat. Njerëz, internetsa, YouTube-sa dhe sidomos ju që jeni shikues të Ani Report, ajo që dua të theksoj është faji i shoferit apo faji i këmbësorit. As faji i shoferit, as faji i këmbësorit. Nëse ky mund të quhet një trotuar, unë si shofer kam të drejtë të pretendoj që këmbësori duhet të ecë në trotuar. Por nëse në trotuar parkon kjo makina këtu, siç mundet ta shikoni, atëherë çdo të bëj këmbësori do të detyrohet që të ecë këtu. Momentin që ecën këtu, vijnë këto makinat siç e shikoni, të cilave unë dhe të gjithë këmbësorët i pengojnë rrugën. E gjithë kjo situatë më bën të mendoj, të gjitha këto ndërtime të bëra në Tiranë, mos janë menduar përpara se të bëhej rruga, dhe pikpyetja e madhe është: rruga apo ndërtimet vijnë të parat? Duhet menduar të ndërtohen shtëpitë dhe pallatet fillimisht, apo në bazë të planimetrisë së një trotuari duhet ndërtuar pastaj edhe pallati dhe banesat e ndryshme në Tiranë. Dhe kur them në Tiranë, në fakt jam e sigurt që është një fenomen që ekziston në të gjithë Shqipërinë. Unë vazhdoj të eci, po vjen një makinë tjetër dhe jam e detyruar të kaloj këtu. Këtu nuk ka trotuar, unë jam e detyruar të eci te këto viza, sepse është e pamundur që të zhvillojmë normalisht një ecje në këtë rrugë që është brenda zemrës së Tiranës, pikërisht tek rruga e Kavajës. Ne vazhdojmë ecjen dhe unë dua të kuptoj, a mund të quhet ky këtu një trotuar? Dhe më thoni pak, me këtë çantën baule që kam në dorë,
Si do të kisha mundësi unë, nëse do ta vendosja nga krau tjetër këtë çantë, a do t'ishte e mundur për mua që të ecja, sepse do të kalonte makina, siç kaloi kjo tani që kaloi kundra vajtje ndër të tjera, do të ma merrte fiu çantën me veta. Njerëz internet se YouTube sa dhe sidomos ju që jeni shikues ta një report, sikur të mos mjaftonin të gjithë problemet e tjera që ka Tirana dhe Shqipëria në përgjithësi, kemi dhe një rast të tjetër këtu që është ai i 4, më falni 5, 1, 2, 3, 4, 5 kazanëve të plerave dhe çdo ditë këtu ndalon edhe makina baule e madhe që mbledh plerat. Çka bën? Që radha të shkoj nga kjo rrugë deri në krahun tjetër, sepse kjo rrugë është në formën e us, duke pritur që makina të mbledhi një herë plerat dhe pastaj të mbarojnë punët e tyre njerëzit. Si mund të presin njerëzit nëse kanë një urgjencë? Si mund të veprojnë njerëzit nëse në ato momente bëhet fjalë për një çështje jete apo vdekje, larg qoftë? Këtu banoni ju? Në këtë zonë? E njihni këtë zonë? Ju qëllon të kaloni në këtë rrugë? Shpesh? Ja. A nëse tani do të vinte një makinë, ku do të vendosëshit ju që të kalonte makinë? Do të me kap me shtyni të mandej. Me kap me shty këto, po a keni fuqi juve të shtyni të gjitha këto andej? Po shumë po bëhen 10 vet, 20 vet. Po të bëheni 10-20 vet. Do të me spostu edhe murin pak. Edhe muri duhet spostuar. Këtu kalon makina, nuk të shqetëson makina aty këtu? Një të shtet dole, minon, unë të hik shtëpi të shi, morëm. Po jo, mo hik në shtëpi, po ti del për ditë, tash unë po të them Zani këtu për ditë të non, ja për hik. Nona sot të marrë. Sot ke ardhë? Po ke zënë rrugën e makinave, minone? Nona i marrë hik e hik. Ashtu i merë hikë nona se ka zënë rrugën e makinave. Po më thot ky zotëria? Ky është trotuari, ë? Po si të kaloj njeriu dhe si ta bën ju biznesin këtu? O zonjë, këtu banoni ju? E keni të vështirë për ditë kur e bëni këtë rrugë sepse kalojnë makinat dhe s'keni trotuar? Po Si veproni? ka vështirësi. Me ashtu, kur qëmë kalamajt në shkollë sidomos njerë, kena shumë probleme. Po si veproni? Si veproni me sakrificë, hy në përronzat, shtyu andej, Po kush e ka fajin? kush e ka fajnë? Shoferi? Juve që jeni këmsor? Ja, ato që lejojnë makinat. Ato që lojnë makinat? Pa, Po ato që makinat? përgjigjen për këtë, ta ven, ose ta këshim për... Po thua shteti jo, ato që kanë makinat. Po ta shi, thash, Ato që- pra unë ato që i drejtojnë ta. Zonja ka të drejtë, por unë mendoj që edhe problemi me shtetin nuk zgjidhet kaq kollaj. Kanë kaluar 23 vjet dhe ky është një gabim që e kanë bërë qeveri të ndryshme nga njëri tek tjetri. Sa më shumë hikën lena dhe vjen prena, aq më shumë problemet shtohen. A je lodhur? Jam lodh. Po çfarë ke bërë që je lodhur? Jam bujësi, punojmë, jetojmë, lek Juve s'ka. shisni këtu? Shet djali. Shet djali, a e keni të vështirë në këto kushte që të punoni, kalojnë makinat dhe njerëzit. Si ja bëni? Po ne jemi këtu mren, trek. Si zotëri? Po pra sidomos për të moshuarit dhe për fëmijët se e kanë vënë re, kalojnë makinat. Këtu nuk ka trotuar. Më shoku vije bardhë, e vije bardhë. Herë për kalon makinat. Gjë e bardhë është për të kaluar Po. makinat. Andaj do kalojnë njerëzit. Ku do kalojnë njerëzit? Ja, shikoj. Po. E çfarë situatash keni? Këtu është market brenda shumë vështirë, që vinë shesin ditë rrugës, se për rrugës. Asa çan kokë njëri fare. Se u s'ka shtet fare. Po kush do ta zgjidhë? Primitiv. Kush do zgjidhë? Herë gjetë kush do zgjidhë. Faleminderit. Primitiv dishe nuk do ishte kaq gjende siç është këtu. S'kam skandaloz, unë ta kisha kërkuar në televizion këtu mos a gjeja. Kur. Erdha pra. Erdha. Po, ja, bëra miq erdha. Erdha se më ka bërë përshtypje, më qëllon që kaloj me makinë dhe bëhem nervoz me këmbësorët. Pastaj mendova, nëse nuk ka trotuar, pse duhet bëhem nervoz me këmbësorët unë? Disa herë rrezikuar fëmijët këtu, se vinë këtu bën makinat ikë me shpejtësi. S'ka spraka asgjë, se ikë makinat. Mos ndoshta duhet isha menduar fillimisht për rrugën, pastaj të bëhesh në shtëpi zotëri. Jo. Apo më mirë shtëpit se sa rrugë. Jo, këtu. Kanë vite që i kanë to. Tani rruga ka plan. Pse nuk duhet bëhet një rruga pastaj shtëpia, apo duhet bësh shtëpia pastaj Ja, rruga? është bon shtëpia pa rrugës këtu. Si duhet ishte? Ekzistues sa shtëpia në fakt. Fakt tani se ne kemi kaluar edhe ne në botë, po si këtu nuk ka zera krahasim me ne. Që në fakt ta themi të vërtetën deri në fund, të tregojmë sinqertun se e kam të pamundur.
Edhe këta që shesin fruta perime e kanë zënë atë çik trotuar, nëse mund të quhet i tillë. Këtu banoni ju? E keni të vështirë çdo ditë që kaloni si këmbësor se nuk ka trotuar? Ora kemi mjaft vështirë për arsye sepse këtu herë kjo po duket sikur është në rrugë kryesore. Këtu makinat hyn sa në kënej, plus mos të këto Fruta perime. Bëj vështirë është. Ja, Po kush e ka fajin? Shoferi, juve që jeni këmbësor apo fruta perime? po ku e dinë tash kjo do të jetë një kalimçe faktikisht, që nuk është Kalimshë është. një kalimçe po nuk zbatohet. Futen edhe kundravallë. Edhe kundra Veç gjithë problemeve tjera futen edhe kundravallë. kundravallë. I herë një vjen njëri në këni, shkon tjetri anë. Edhe plus këto s'kemi ku kalojmë domethënë. Detyrimisht që do vështirësohet. Cila do të ishte zgjidhja zotëri, sepse mendimi i parë që më shkon mua në mendje është mos duhet ishte bërë një rrugë pastaj të ndërtoheshin pallatet. E mira ashtu do ishte, po ata janë bë tash, nuk i bëjmë dot më. Tash si ta rregullojnë? Keni ndonjë ide? Ideja është kjo që duhet marrim nëse ka mundësi për të smadhuar këtë rrugën, mund të smadhohet, por është një vështirë. Po ja shikojmë këtë derën këtu për shembull që është një derë besoj shumë e vjetër e një banese në Tiranë, apo jo? Kjo që keni këtu mbrapa jush. Si ja bëjmë ne asaj, se ajo e ka të vetën. Nuk e prish dot atë. E prish dot. Sjellë bëj skeçë, e ka pronë vetë s'ka prish dot. Që nuk ka zgjidhje. Vallai më vështirë, më shumë vështirë. Zotëri, po ju kaloni shpesh kësaj rruge këtu? Po do kalojmë. E keni të vështirë se nuk ka trotuar? Vështirë, si është, trotuari duhet se mësori ka nevojë për trotuar. Po edhe shoferi do kaloj. Ka makinë. Po normale shoferi, po. Kush e ka fajin? Ai që shet perime, shoferi, këmbësori, shteti, kush e ka fajin? Për mua gjithmonë shteti. Gjithmonë shteti. Asnjëherë, as këmbësori, as shoferi. Mos duhesh e bërë një rrugë pastaj ndërtohesh pallatet apo shumë vonë tani? Tash po kjo, në ko pallatet para se sa, kështu që s'është vonë tash, çfarë të ndon kjo ne duhet, si do të jetë puna duhet kemi të tërë një kuptim të përbashkët si shteti edhe qytetari me qëllim që të ketë mirë kuptim për këtë punë. Si ta gjejmë mirë kuptimin. Shqiptarët mes shqiptarëve. Tërësi ndërgjegjësohen. Zonjë këtu banoni ju? E keni të vështirë që s'ka trotuar? Po, shumë të vështirë. Keni kaluar herë tjetër? Po, kaloj vazhdimisht për të vajt në shtëpi. Është e vështirë, ëh? Është vërtet e vështirë. Po, s'ka trotuar, po dhe makina duhet kalojnë, si mendoni? Po, normalisht duhet kalojnë në rrugët kryesore, të rrugë dyqësore të cilat pengojnë pastaj. Pengojnë. Nuk duhet kalojnë makinat, thoni ju? Po, e mira. Po, fruta perime. Edhe fruta mund të disiplinohen në të krahun ande. Dhe themi pastaj që ne shqiptarët nuk kemi mirë nga Monte Kokos. Si mos të shkallojmë ne shqiptarët me këtë realitet? Ashtu siç e kam zakonin në përgjithësi, kam ardhur edhe këtë herë mu në mes të videoklipit, po ky është videoklipi veçantë sepse është ajo këngë që do të na prezantojë këtë vit në Eurovision. Është në aksion Petri Bozo, regjizori i videoklipit. Është sigurisht këngëtarja Hersi Matmuja. Nuk e ka menin fare dhe këto. Ndërkohë që vjen këtu, ky i drejtohet që i udhëtimin e cigares. Edhe kjo vazhdon drejt, dhe devjash kuadrit. Domethënë praktikisht është veprimi i saj është drejt, nuk do të vinë mes të këtyne. Por ne kemi rujt këtë korridor tash që ajo duhet të shikohet në shpallje, do të marr fare me këtë. Kështu që ky është Petri në aksion, siç po thoja, çka do të thotë që unë bëj mirë të lë komentet, sepse kam më shumë për të thënë. Ajo që kam ardhur unë të bëj këtu në backstage-in e videoklipit të këngës që do të na përfaqësojë në Eurovision. Kush? Jemi në rregull me Goca do ardh pra e.
Herë si herë të mora kështu në mes të videoklipit, po unë kështu e bëj me të tërë. I vi mu në mes të videoklipit i vi. Tash na tregon kështu në një detaj kështu në një. Po detajet pyesni Gentin. Jesi sot jam aktore, këngëtare dhe jam shumë e lumtur që sot po realizoj një klip kaq të veçantë. Po çfarë ka të veçantë? Të veçantë është se nuk do të jetë tipik klip që këngëtari ka vesh taka. Okej. Dhe i ka Stil që je me këtë kapuçin, po do ma shpjegosh? Po ky është ai është njëri pa dukshëm, zemërimi, janë gjitha këtu. Zemërimi një natë, one night singer, ndryshe. Nuk e di, është eksperiencë shumë e bukur. Është parë për ty që bën videoklip? Jo, është hera e dytë, por është eksperiencë e bukur sepse ky ti e di se ku një klip i thjeshtë që do të transmetohet vetëm në Shqipëri, por kush po punon për klipin, sepse nuk të takon të tatuar. Regjizori Petri Bozo. Kështu që atë do të pyesim për ka mogur shumë të mirë, sepse sa herë është ai në regjinë e festivaleve, unë gjithmonë jam vlerësuar më shumë dhe kam kështu si psikologjik. Po e ke mik ti, po ti pas ke mik. Shumë. Dhe jam shumë e lumtur që ai po merret me klipin ton. Si funksionon gjatë xhirimit të një videoklipi? A pihet edhe shumë alkool se kështu thon? Po se pihet edhe s'pihet varet si e kemi ti pina po. Jo, unë kam lind tap nga natyrë. Ke emocionet, kanë filluar ato që duhet shkosh dhe ke mbi supe një peshë aq të madhe? Tani emocione normale që ka, themi drejtën, sepse është përgjegjësi shumë e madhe. Por mendimin e Gentit dhe gjithë bashkëpunëtorëve të tjerë po ja kalojmë shumë mirë. Bëhet shumë çelë. Mirë, çfarë ishte ky momenti që jeni duke xhuruar këtu në një garazh të egër të Tiranës? Kështu e kanë menduar regjizori dhe Genti që të bëjmë disa plane edhe këtu që t'i shfrytëzojmë në momente të ndryshme të këngës, që mos ta kënga jonë ka përcjellur një mesazh shumë të bukur, që largoni zemrimin, hiqeni, futni edhe unë sot brenda. Edhe unë sot bëj një program në radio dhe i thash të gjithëve, nga që mësova që një polis rrugor kishte rrahur një të moshuar dhe ca 20 vjeçar kishin varur dhe luanin me ekskavator me një të moshuar tjetër, edhe qeshnin, i thash ka forma për të qeshur, mos u zemroni, se më kujtove ti. Bini ashash për shembull. Është forma më. Mos e thoni njeriu, sigurisht është jashtëligjshme. Njeriu nuk ka nevojë mendoj unë të marrë substanca të jashtme, sepse ka gjitha brenda. Ka negativitetin, pozitivitetin. Nëse arrin të nxjerrë pozitivitetin është gjithmonë më mirë, sepse zemrimi nuk është kundrejt njerëzve. Zemrimin e kemi brenda, zemrimi na han për brenda neve në radh parë. Më pas jemi të këqij me gjithë tjerët për shkak të zemrimit. Këtu në këtë momente po më dukesh pak e egër ti. Po, e egër. Unë me thënë drejtën, se më kanë thënë dhe kapuçin. Unë jam shumë original. Jam unë herë si egër, nuk e di. E konsideron veten në këto prezantimet që ke bërë kryesisht në festivalin e fundvitit pak klasike për natyrën tënde? Unë këndoj dhe muzikë klasike, opera, kështu që jam mes dy botësh, si nga mes botës klasike dhe muzikës lehtë. Jam munduar gjithmonë të gjej një të mesme të përbashkët, sepse profesioni ose ajo që bën kthehet në stil jete. Në Rom jam klasike, e shikoj edhe veten që kam dëshirë të vishem klasike, sepse rrethi shoqëror, po, unë jetoj në Rom. A jeton në Rom? Po, studio atje në konservatorin. Të më falësh në Kanto, nuk ka problem, është një detaj vogël. Po, fare i parëndësishëm. Edhe kështu që festivali mendoj ka një lloj formati të caktuar, kështu që duhet respektuar. Dhe unë jam munduar ti respektoj. Të respektoj edhe veten time në atë moment kur kam qenë 16 vjeçe për të parë ose 20 vjeçe. Tani nuk jam një lloj, kam ndryshuar, kështu që gjithmonë ka kërkesa të ndryshme. Edhe gjithmonë njeriu është në një ndryshim të vazhdueshëm. Bravo, shumë. Megjithatë, unë kam parasysh që ka këngëtar, është një këngë për shembull që edhe pse është operistika, është shumë moderne, është Spendele Stele. Tash s'po më kujtohet kush e këndon, por është këngë shumë e bukur, në fakt. Edhe në përgjithësi ka opera të lezetshme që ose për shembull kënga që këndoi Manjona Albani në Këngën Magjike, që sepse ishte një këngë me tipare lirike, spanjolle. Edhe ishte gjithsesi, domethënë trendi domethënë. Baza e muzikës është muzika klasike. Kudo që ka muzikë klasike ka cilësi gjithmonë, kjo dihet, është si baleti, duhet bësh përpara të kalosh disa stade që të mund të bësh çfarë të duash. Edhe unë muzikën klasike po shfrytëzoj që të zgjerojmë sa më shumë teknikisht që të shpreh emocionet fundja fundit, sepse jo vetëm teknika është gjithçka. Tani më thuaj edhe një gjë të fundit, se më the që regjizori është Petri Bozo. Moje, diti çdo të merret ai dhe të bëj videoklip me ty apo jo?
pavarësisht rëndësisë që ka që ke fituar çmimin e parë, kështu që impenjimi është i madh se do shkosh atje ku do shkosh. Po, siç të thash, për mua është një, përveç regjizor, unë kam psikologjike, domethënë prezencën e Ogur të mirë që do të Ogur të mirë, domethënë që kur është ai unë të fitoj diçka. O, sa mirë. Kështu që shpresoj të më japi sa më shumë. Tani unë e di që të kam kapur totalisht në krye të detyrës, edhe të kërkoj shumë falje, do të marr vetëm 2 minuta ndoshta nga jeta jote në këtë moment që besoj se është impenjative se po bën një videoklip si ky. Të merrshme nëpër garazh. Mirë, në garazh po më tregon ndonjë detaj kështu, në një sekret. Është, okay, atëherë sot është dita e parë e xhirimit të klipit të Hercit që do përfaqësoj Shqipërinë në Euroson. Klipi është një nga elementet shumë të rëndësishëm të imazhit të kompletuar të këngëtares derisa arrin natën finale të Danimarkës. Kryesisht jemi munduar të përshtatemi tekstit të këngës i cili ka ardhur i ridimensionuar shumë mirë në anglisht. Dhe do të kemi rreth 4 ditë, 5 ditë xhirime intensive, duke u spostuar gjeografikisht edhe në Bregdet, edhe në Divjak, edhe në Vlorë, edhe në Llogara, edhe në pjesën e jugut të Shqipërisë. E do ti Jegën, e do. Dua. Përgjithësi. Po, sepse to punët e tua. Ofron edhe edhe në Tiranë sigurisht. Nesër kemi xhirime pothuajse gjithë ditën në rrugët e Tiranës, paradite dhe mbasdite. Edhe do të vjojmë deri ditën e diel, mbas cilës pastaj fillon puna për montazhin. Do jetë një klip i xhiruar i gjithë në full high definition, sepse këto janë formatet që kërkon EBU-ja dhe është krejt normale që duhet i përgjigjesh standardeve të Evropës. Themi që gjithë grupi është shumë dashamirës për të bërë. Unë për vete i rikthehem xhirimit një klipi mbas shumë kohësh, personalisht. Pavarësisht se ne bëjmë një festival videoklipesh. Kurse unë mbaj mend si videoklipin tipik karakteristika atë me Gjebrean makina memorje. Memorjes është në 1000. Ndoshta ka hyrë shumë në histori ajo. 95 nga që nga të parët, po jo, videoklipi aktualisht videoklipi i fundit që unë bëra ishte për 50 vjetorin e televizionit me këngën e Kasino të Tushës dhe Ramona Tullumanit. Që sigurisht ishte një klip me përmase shumë të mëdha sepse u përdorën helikoptere, anije, u xhirua pothuajse gjithë Shqipërinë për shkak të tekstit edhe të asaj që ridimensiononte antenat, valët e televizionit shqiptar. Kështu që edhe ky klip do ketë përmasa të mëdha për sa i përket ekipit xhirimeve dhe mendoj që është shpejt për të folur, po themi që do bëjmë një punë të mirë. Që publiku do ta shohë kur afërsisht? Në 15 mars jepet premierë në EBU, me njëherë në 16 mars do të jetë në ekranet shqiptare. Le të themi që do jetë pak a shumë një lloj dhurate për ditën e verës, ëh? Po, besoj se po. Faleminderit, puna mbar. Faleminderit edhe juve.